Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë. Mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. O Allah o Zot, kërkojmë prej Teje të na dhurosh xhenetin, e të na mundësosh që të veprojmë, të sillemi, të flasim siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah o Zot, na ruaj nga zjarri i xhenemit, e na ruaj o Zot nga çdo gjë prej fjalëve dhe veprave apo sjelljes që mund bëhet shkak që ne dënohemi në zjarrin e xhenemit. O Allah o Zot, kërkojmë prej Teje të na dhurosh dije të dobishme, të na mundësosh vepra të mira, e të na furnizosh sa të jemi gjallë me furnizim të pastër dhe halal. O Allah o Zot i gjithësisë, bëje këtë takim dhe këtë tubim njerëzish të bekuar, të mëshiruar, ku njerëzit përjetojnë qetësi shpirtërore, mbi ta zbret mëshira jote, rrethohen dhe mbulohen nga melajket, e si që jemi këtu në tokë, na përmend dështi o Zot ati ku jeti, e kur qohemi nga këto takime dhe tubime, qofshim për atyne që na thuhet, qohuni se Zoti u a ka falë gjunat, gjithat këqijat që keni pas u a ka kthy Zotin se vape, qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Me shpresën e të madhit Zot, do të jetojmë prapë së bashku sonte me disa nga mrekullit e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mrekulli pra ngjarje të jashtëzakonshme që Zoti i jep ose i vendos si argument në duart e atyre që i thon vetes se janë pejgamber dhe profet, për të vërtetuar se me të vërtetë ata janë pejgamber dhe profet të Zotit, si ndihmë, mbështetje dhe argument që këta njerëz kanë një fuqi që i mbështet një forcë, që i mbështet një Zot që është në krahun e tyne, e si pasojë, në situata të caktuara dhe në rrethana të caktuara, ky Zot ligjet me të cilat funksionon kjo botë dhe universi i pezullon ose i ndron dhe i zëvendëson, sepse ai është mbi gjithçka, i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, dhe ligjet e vendosura nga ai mund të ndryshojë pa ai. Kështu që ne si musliman nuk na bën, si më thënë, na rritet imani dhe besimi kur shohim këto mrekulli të pejgamberit alayhis salam, por nuk është se ka mbet puna aty, sepse ne e dimë që Zoti ka një fuqi që s'ka kufi. Vullneti dhe dëshira e tij nuk ka kufi. Për këtë arsye ne besojmë se çfarë ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose çfarë i është dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është nga Zoti dhe jo prej tij. Për këtë arsye nuk e ka pas ai mundësinë t'i bëjë mrekullit kur të dojë. As nuk i ka bërë mrekullit kur ja kanë kërkuar, po i ka bërë kur ka dash Zoti i Madh. Sepse nuk ka qenë ai menaxheri, nuk është ai menaxheri, nuk është ai administratori i ligjeve të Zotit. Allahu don ja jep një situatë në moment të caktuar dhe don nuk ja jep. Ne që jemi besimtar, na shtohet besimi mbi atë që ne kemi besuar, pra nuk ka mbet besimi këtu që të besojmë ose jo, por na shtohet, na forcohet edhe më shumë besimi, e dikush tjetër mund të bëhen këto mrekulli sebeb që t'i ndizet shkëndija e besimit dhe imanit, ose mund të ndodhë dhe kundërta. Siç tha Zoti në Kur'an, Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allahu bihadha mathala. Allahu nuk ka zor dhe turp që t'japi shembull edhe mushkonjën. Ata që janë besimtarë dhe besojnë, ju shtohet besimi me këtë. Ndërsa ata që janë mohues, ata përballë këtij shembulli Zotit thonë, e çfarë deshi Zoti me mushkonjën?
çfarë deshi Zoti me mushkonjën. I njëjta gjë, njëjti insekt, për dikë bëhet sebeb që t'i shtohet imani dhe besimi, dhe për dikë bëhet sebeb që t'i shtohet hutia dhe devijimi, e njëjta gjë. Le të vim inshallah taala me mrekullit pra që do të lexojmë sot inshallah taala dhe do të përmendim sot. Le të themi numri sot është 101. Mujahidi rahimahullah tregon se Ebu Hurajra radiallahu anhu thoshte: Wallahi alladhi la ilaha illa hu, in kuntu la atamidu bi kabadi ala al-ard min al-ju', wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju'. Pasha Zotin që nuk ka Zot të vërtet që meriton të adhurohet përveç Tij, unë nga njerë tërhiqesha zvarr për shkak të urisë së madhe që kisha. Pra, ka qenë nga të varfrit. Nga njëherë lidhja në bark ndonjë ras. Dhe qëllimisht kaloja në rrugën që kalojshin sahabet e tjerë. Qëllimisht. Ku kalojshin zakonisht sahabet, ky dil tani, ibn Selam, se mos po I thot në njoni, hajde bojër me bojëre. Thot, kaloi Ebu Bekri dhe e pyeta thot për një ajet nga Kurani. Faktikisht thot nuk e pyeta vetëm se të më shpjegonte dhe të më thoshte a ke hëngër gjë. Mirë po thot, ma shpjegoj, mu përgjigj, pas më tha gjë. Pastaj thot kaloi Omeri radiallahu anhu, fasa'altuhu an ayatin fi kitab, e pyeta prapë Omerin, pra ka bo pyetje Omerit për një ajet nga Kurani. Thot nuk e pyeta për arsye tjetër, vetëm se të më thot a ke hëngër gjë. Mirë po ma dha përgjigjen e s'më tha gjë. Pastaj kaloi pranë meja Ebul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot në të njëjtën rrugë kaloi Ebul Qasim, pejgamberi alaihi salatu wasalam. Fatabassama hina ra'ani, buzëqeshi kur më pa. Arafa ma fi nefsi o ma fi wajhi. Aje kuptoi se për çfarë kisha dalë, se lexohej gjithçka në fytyrën time. Pastaj më tha, pejgamberi alayhis salam I ka thënë Borës: Ja Abahir, o baba I Maçokut ose baba I Macës, sa I kishte pseudonimin Ebu Hurajra. O Abahir, ju përgjigja: Lebejke ja Rasul Allah, po I dërguar Allahut. Ose po I dërguar Allah, më thuaj, si më thënë, më thuaj, I dërguar Allahut. Qal ilhaq, më ndiq, dhe e ndoqa. Fadakhala fasta'adhana fa'adhina li, fadakhal fawajada لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن. U fut në shtëpi dhe më hapi dhe mua rrugën dhe unë u futa. Gjeti një enë në të cilën kishte pak qumësht. Pyeti: nga në ka ardhur ky qumësht? Pse e boni pyetjen? Se po t'ishte thënë që ky qumësht është sadaka, se pinte dot pejgamberi alayhis salam. Qalu ahdahu laka fulan au fulana. I thanë: o I dërguar Allahut, na e ka bërë dhuratë të pak qumësht që I kishin sjell. Thot filani ose filani, I kanë përmend një emër. Po Ebu Hurajra nuk e ka fiksuar, se Ebu Hurajra ishte më tha: ja Abahir, ose Abahir, o baba I Macës. Qultu labejke, është më fal. Qal ilhaq ila ahli suffa fad'uhum li.
O e Bahir, o e Buhurerë me fjalë, i thash, po i dërguar i Allahut. Lepe, peqe. Shko tek ata që rrinë në Suffe. Suffe ka qenë një vend i ngritur në fund xhamisë, që rrishin këta që ishin fukarejt, s'kishin ku me nejt, sillshin njerëzit sadaka, i merrshin këta dhe ushqeheshin. Mi thirr të gjithë ata që po rrinë atje këtu. E Buhurerë tani shpjegon. Ata që rrisin Suffa i konsideroheshin xhamia dhe njerëzit ad-diyaful islam, miqt e islamit, pra me kuptimin miqt e muslimanëve. Nuk kishin as pasuni, as shtëpi, as ku të rinin, për këtë arsye rrinin në xhami. E kur vinte ndonjë sadaka tek pejgamberi alayhis salam, nuk ushqehej me të, po ua dërgonte atyre. Nuk prekte prej saj asgjë. Pejgamberi se kishte haram të marrë sadakan. E nëse i sillnin dhurat, ushqehej vetë dhe familja e tij dhe u çonte dhe atyre. E Buhurerë tregon, fesa e një dhalik, thot, su ndjeva mirë. Ishte një tas, jo me qumësht plot, po kishte qumësht, dhe e kanë pru pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sa mi tha Buhurerës, shko tek banorët e Suffës, tek asaj, te ajo, si me thënë pjesa që ishte në fundamit, dhe mi sill, tha e Buhurerë, nuk u ndjeva mirë. Ai çik qumësh ishte. Ata ishin me 10. Thash me veten time, sa qumësht dhe sa janë banorët e Suffës, pra sa janë ata që rrinë atje. Më meritori për atë qumësht do ishte pejgamberi alayhis salam dhe unë. Jo ta pinë të tjerët e ne të mbesim pa gjë. Tani e Buhurerë thot, i menojsha këto gjona, nga që uria e kishte këput, radhiyallahu ta'ala anhu. E me këtë qumësht thot, forcohesha unë dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Megjithatë thot, bëra siç më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shkova, i thira banorët e Suffës, me shpresën se do të mbesit diçka për këtij qumshti, edhe për mua, po i bindesha Zotit dhe dërguarit të tij, sallallahu alaihi wasallam. Dola dhe i thira, ata sa më dëgjuan fjalën, erdhën gjithë me vrap. I kërkuan leje pejgamberit alayhis salam që të futë, se kanë ardhur deri tek dera aty, edhe kanë qëndruar. O pejgamberi i Zotit, atë futemi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, futuni. Ulën në shtëpitë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Qal, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, ja e Bahir, o babai Maçokut. Qultu labbaika ya Rasulullah. Thash, po i dërguari i Allahut. Khudh fa'atihim, merre tasin dhe jepu gjithë secilit prej tyre të pi. E Buhurerë tregon, e mora dhe ja jepja gjithë secilit tasin për të pirë. Dhe gjithë secili prej tyre pinte derisa ngopej. Pastaj ma kthente, e mersha thot, e shifsha s'kishte ndryshuar asgjë. Ja jepsha tjetrit. Pinte dhaj derisa të ngopej, se to s'kishte më vend ku më e fut. Thot ma jepte, e shifja ishte siç ishte. Kështu thot, veproj me të gjithë, derisa i fundit e ktheu prap tasin tek unë. E mora thot tasin, ndërkohë që shoh pejgamberin sa po qeshte. E mori tasin nga i fundit, ndërkohë që shoh që pejgamberi sa po qeshte. Faqal, ja e Bahir, qultu labbaika ya Rasulullah. O babai Maçokut,
Thash po I dërguar I Allahut, Baqitu ana wa ant. Kena ngel ne të dy tani. Unë edhe ti. I thash, sadakt. Sadakte ja Rasulullah. Po vallahi o pejgamberi I Zotit, vetëm unë edhe ti kemi ngel. Qal uq'ud fashrab. Ulu, se bore po shërben të njerëzve. Ulu dhe pi derisa të ngopesh. Qultu la walladhi ba'athaka bil haqq ma ajidu faqa'adtu fasharibtu. Ula dhe fillova të pi. Kur unë ngopa, më tha prap, ishreb, pi. Piva prap. E kështu thot ma përsëriste, pi, derisa në një moment I thash, la walladhi ba'athaka bil haqq ma ajidu lahu maslaka. Pasha Zotin që ty të ka dërguar me të vërtetën, nuk kam ku ta çoj më. Pra u fry Abu Huraira radiallahu anhu me qumësht. Më tha, ma ip mua, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ja dhash. E falënderoj Allahun. Semma bëri bismillah wa shariba al-fadlata dhe piu çfarë kishte në enë. Sa ishte numri, thotë Abu Huraira në transmetim, wa kanu 70 rajulan. Ishin 70 burra. Pra kanë pi ehlu sufe 70, ka pi Abu Huraira 71 dhe ka pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 72. Njëqind e dy. Qais ibn Nu'man radiallahu ta'ala anhu tregon. Kur I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me Abu Bekrin ikën, pra u nisën për në Medinë, rrugës për në Medinë, kaluan pranë një robi, sklavi, I cili po ruante dele. I than këtij bariut, a kemi na dhon qumësht? A I tha, këto delet të gjitha janë të shterpa, asnjëra prej tyre nuk milet. Përveç kësaj këtu, dhe e bëri me dorë tek njëra prej tyre, e cila është bars. Dhe faktikisht unë atë e kam mjelur për vete, tha bariu. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, merë njërin prej tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I fërkoi gjithë e delës, bëri dua dhe filloi të mbushej gjiri I delës me qumësht. Abu Bekri radiallahu anhu solli një enë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi ta milte delen dhe të mbushej ena me qumësht derisa e shihja shkumën e qumshtit në majtë e enës. Sa gjës pra që solli Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam I tha bariut, piti si fillim. Dhe piuaj. I tha bariu pejgamberit alayhis salam, billahi, men ant, pash Zotin, kush je ti? Fa wallahi ma raitu mithlaka qat, pasha Zotin s'kam pa njëri si ti kur. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam I tha, a wa taraka taktumu alayya hatta ukhbirak? Po do ta mbajsh sekret nëse të tregoj se kush jam? Qala na'am, tha po. Qal fa inni Muhammedun Rasulullah. Un jam Muhamedi I dërguari I Allahut sallallahu
عليه وسلم فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ ti qeka ai që thonë kurejshitët se je i pa fe, ke bo sabë, ke dal nga feja të parve. Qale innahum le yaquluna dhalik, i dërguar Allahut sallallahu alaihi i tha Bariut, po, ashtu thonë ata. Qal fa ashhadu annaka nabiyyun wa ashhadu anna ma ji'ta bihi haq. Bariu tha, dëshmoj se ti je pejgamber i dërguar i Zotit dhe dëshmoj se çfarë ke sjell është e vërtet e sigurt. Wa annahu la yaf'alu ma fa'alta illa nabiyyun wa ana muttabi'uk. Këtë që e bërë ti nuk e bën vetëm se një që është profet dhe pejgamber, edhe unë ty do të ndjek, do të pasoj. Qal, pejgamberi alisam i tha, inneke len tastati'a dhalika yawmaka fa idha balagaka anni qad dhahartu fa'tina. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, nuk mundesh sot ta bësh këtë gjë. Ky po ikte se po e vritshin, e po mçifej nëpër rrugë, nëpër sot ta nuk mund ta bësh këtë gjë. Po kur ta marrësh vesh se kam triumfuar, eja atje ku do të jem. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu tregon, ruaja delet e Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, një nga armiqt më të mëdhenj të pejgamberit alayhis salam. Abdullah ibn Mesudi runte delet e tij. Kaluan pranë meje, thot Abdullah ibn Mesudi, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe Ebu Bekri. Faqal, ja gulam, hal min laban? Qultu na'am, walakinni mu'taman. O djalosh, a ke qumësht? Po, ju thash, po unë jam besnik, jam, se më thënë, jam i punësuar, po unë jam i punësuar, mu'taman jam bes. Faqala hal min shatin lem yenzu aleha fahl? Po mirë, ke ndonjë dele që nuk kam mbartur ndonjëherë? Faqultu na'am, po, kam. Dhe i solla thot një dele, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fërkoi gjit e deles dhe filloi të mbushej gjiri me qumësht, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi ta milte dhe u mush një enë dhe i dha të pi Ebu Bekrit. Pastaj ju drejtua gjirit duke thënë, iqlis, mblidhu tani. Dhe u mblodh gjiri, u kthy dhe një herë ashtu siç ishte. Pastaj shkova tek pejgamberi alayhis salam dhe i thash, ja Rasulullah, allimni ma hadha al-qawl. O pejgamberi i Zotit, më trego çfarë the. Fa masaha ra'si, ma fërkoi kokën, wa qal irhamukallah, fa innaka ghulaimun muallam. I tha pejgamberi alayhi salatu selam Abdullah ibn Mesudit, Allahu të mëshiroft, vogëlush po shumë i ditur, vogëlush po shumë i ditur. Këtu faktikisht sa mrekulli kemi? 2 mrekulli. Kemi mrekullin e mbushjes me qumësht të një delje e cila pra nuk ishte e shterp, le të themi kështu, dhe e dyta, cila është mrekullia e dytë? I tha gjirit të deles ktheu siç ishe. 2 mrekulli në një. Kështu që ne mund ta quajmë këtë 103-104. Po nëse ne rrim ke
104. Miqdad radiallahu ta'ala anhu tregon: isha unë me 2 shokët e mi. Na u ersun syt e nuk ngjojshim më prej urisë. Dilnim na shifshin njerëzit që të na thoshin bojrum me ushqy. Mirë, po asnjëri prej tyre s'po na thoshte. Erdhëm, thot, te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, na mori me veten në shtëpinë e tij. Pejgamberi alayhis salam kishte 3 dele ose 3 dhi. I kishte ke shtëpia. Dhe tha: "Ihtalibu hadha al-laban bainana." Milini këto dhe qumshtin do ta ndajmë bashk. Pra do të pim gjithë. Milen këto 3 dhit, edhe do të pim unë me familjen time dhe ju të 3 që jemi mysafir. Dhe kështu veprum, i molëm delet, dhit, dhe pishim ne, i ipshim dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu veprojshim dhe shkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falen në xhami, pastaj vinte, pinte dhe flente gjumë. Në njërën prej netve më erdhi shejtani. Ndërkohë që unë pjesën time e kisha pirë, pra e kishte ndarë pjesën e vet, ky e kishte pirë. Thash me vete ky tani: Muhamedi alayhi salatu wassalam rrin me ansarët dhe ata nuk e lejnë atë pa gjë. Kështu që po i shkoj pjesës së mbetur, që ishte pjesa e pejgamberit alayhis salam, dhe po e pi. Kur e piva, thot, u bllokova. Dhe e kuptova që kisha bërë gabim. Në ato momente, thot, filloi shejtani të më ngacmoj edhe më shumë. Më thoshte: "Mirë për ty. A e pive dhe qumshtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ai do të vi shumë shpejt, do të shohë që ena nuk ka qumësht, do të bëj lutje kundër atij që ja ka pi qumshtin, e do të marrësh fund, të shkatrojsh veten tate në këtë botë edhe në ahiret." Po. Tha, unë mblodha me batanie, me copë, edhe shokët e mi, si ishin 3 këta, shokët e mi, i zuni gjumi, unë thot, s'flenja dot. Miku, gjumi. Ishte i pëlhur, thot, i copë, që po të mlojsha kokën, më dilshin komët, po të mlojsha komët, më dilte koka, edhe mlova kokën, pra komët i la jashtë. Erdhi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe dha një selam të lehtë, që nëse dikush ishte zgjut, e dëgjonte, e kush ishte në gjumë, nuk u zgjonte. U fal, shkoj, u fut në shtëpi dhe shkoj ke tasi, ke ena vet. E pa, s'kishte gjë, posh. E ngreti kokën nga qielli dhe thash me veten time, ai shkreti unë, tani do të bëj duan edhe u shkatrova, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai tha: Allahumma at'im men at'amani wasqi men saqani. O Allah, i jepi ushqim atij që do të më ushqej dhe jepi të pi atij që do të më japi me pi. Thot, e hodha atë pëlhurën, kisha, thot, i brisk aty, edhe shkova tek dhit. Ky tani me që boni dua pejgamberi, harroi historinë, mori i brisk që kishte aty, e shkoi me therr dhit.
njërën prej tyre. Kur shkova thot aty, tek më e mira që i vuna synin, këta e kishin mjel, si me thonë masjacie, kishte marrur gjithçka. Thot pash që gjithë e saj ishin mbush plot. Thash, për çfarë ta therë se pas ka qumësht, u ktheva, mora tasin ose enën dhe thot fillova ta mjel. Derisa e mbusha atë plot. Dhe ja solla pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ajo kishte shkum sipër. Ena ishte jo të mbush. Erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha. Tani çka ka ndodhur që ta kuptojmë. Pejgamberi sallallahu ka kujtuar se si kanë mjel akoma delet. Nuk e ka ditë që ja kanë pi pjesën e vet. Për këtë arsye tha, o Zot, i jepi ushqim atij që të më ushqej dhe jepi me pi atij që të pi, me sa duket ka për tu të shkojë vet. E nëse në njoni po ngjon aty drejt i duan, çohet. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e sheribtum sharabakum al-layla, e keni pi pjesën tuaj sonte ju? Qultu ya Rasulullah ishrab, fa shariba thumma nawalani. Thash pejgamberi Zotit, pi. Ai piu dhe më dha dhe mu. Thash pejgamberi Zotit, pi prap, tha piu dhe më dha dhe mu. Kur e kuptova, thot, që pejgamberi sa se mund ngop, fillova, thot, duke qesh me të madhe, derisa u rrëzova në tokë. Pejgamberi sa se më tha, ihda sauatika ya Miqdad, e paske bone i dzez sot, o Miqdad. Tash pejgamberi i Zotit, kështu ka ndodhur sonte. I pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ma hadhihi illa rahmatun min Allahi, afala kunta adhantani fanuqidhu sahibaina fayusibani minha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i buzëqeshur tha, kjo është një mëshirë e Zotit, po pse nuk i zgjove dy shokët e tuaj që të pinin dhe ata bashkë me ne? Ata kishin pi pjesën e vet, edhe ky kishte pi herë. Pra me kuptim që të pishin nga mbetja e pejgamberit alayhis salam. Miqdadi tha, walladhi ba'athaka bil haqq, ma ubali idha asabataha wa asabtuha ma'aka man asabaha min an-nas. O pejgamberi, s'mbjer në mend fare se kush spin përderisa unë piva me ty sonte. Imam Nawawi kur e komenton këtë hadith thot, fjala e pejgamberit sa kjo është një mëshirë prej Allahut. Për kë po flet? Për mbushjen e gjive të delës së mjelur pak më herët me qumësht. Pra pejgamberi sa nuk ja atribuoi këtë vetes tij, por çfarë tha? Është mëshirë e Zotit. Pra Allahu është ai i cili të nxorri ty nga situata, unë bona duan edhe u bon shumë gjona bashk. 105 Azza bintu Iyad bin Abi Qarsafa rahimahallah. Transmetuesja e këtij transmetimi është femër. Tregon, e kam dëgjuar gjyshin tim Aba Qarsafa, sahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, i cili më ka treguar. Pra tregon Azza, bia e Iyadit, bia e Abi Qarsafas, se e kanë gjuar gjyshin dhe gjyshi ishte nga shokët e pejgamberit alayhis salam për ngjarjen e mëposhtme. Kam qenë jetim, kush po flet tani? Abu Qarsafete. Kam qenë jetim dhe më rriste nëna dhe tezja. Faktikisht më shumë anoja nga tezja ime. Me sa duket tezet i majnë, ja bën më shumë qefin. Kalamajve duan më fort tezet. Unë i ruaja tezes, unë thot i ruaja tezes, si më thënë, delet.
tezja sa herë më çonte me dele më thoshte: ja bunej, la tamurra ila hadha ar-rajul fayughwika wa yudhillak. Tezja sa herë që e çojte e biqir safen me rujt delet mjest, kur e niste i thoshte: gjao, birë, mos kalo afër këtij burrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse do të hutoj dhe do të humbi. Dhe sa herë që dilja me kullot delet, e fiksoja këtë gjë në mendjen time. Mirë po unë thot, çfarë bëja? Bëja të kundërtën, i leja dhe shkoja në gjësha pejgamberin alayhi salatu wassalam. I merja, i çoja, i ktheja. Një ditë tezja më tha: çka ka ndodhur me ty? I thash: se di. Për çfarë ke dëgjuar? I tha: e kam dëgjuar që thot pejgamberi sa: ja ayuhan nas hajiru wa tamassaku bil islam fa inna al hijrata la tanqati'u ma dama al jihad. E dëgjova thot që thoshte për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: o njerëz, emigroni, runi fen dhe besimin tuaj, se hijreti do të mbes, pra do të jetë në fuqi ligji i hijretit, sa të jetë në fuqi ligji i xhihadit. Pastaj thot kthehesha prap, i njëjti problem. Ç'a bonte ky vëllezër? Tezja e çonte dhe i thoshte: kujdes për këtij burrit Muhamedi alayhis salam. Ky tani ishte i obliguar që t'i çojte delet në vende, se më thon, të gjelbëruara. Ky çfarë bonte? I lëshonte delet, pas i lloj kujdesi të shkojë të ngjonte çfarë thot pejgamberi alayhis salam. Dhe tezja tani janë kohët, i thot: çka ka ndodhur me ty? Se kur i shkojte me i mbledh delet, me i pru delet, as nuk ishin ngop, pas qumësht nuk kishin. Kjo është ideja. Thotë njëta gjë, edhe ditën e dytë, edhe ditën e tretë, unë vazhdoja, thotë, utohesha duke ngju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, derisa thot një ditë i thash pejgamberit alayhis salam: o pejgamberi i Zotit, më ka zonë belaja me tezën time. Tha: pse? Thotë: unë vi këtu në gjë këti, delet janë të lira, e kur shkojnë në darkët tezë janë vërtet, se delet nuk kanë arrit për typin gjë që të kenë qumësht. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: gjini bishia, mi sill mua delet. Dhe ja solla. Famasaha dhuhurahunna wa duru'ahunna wada'a fihinna bil baraka famtala'na shahman wa labana. Ja solla. Pejgamberi sa vuni dorën mbi shpinat e tyne, u lut që Zoti të lëshoj bekimet e tij mbi to, dhe u mbushën thot delet me mish e me dhjam, edhe gjithë e tyre plot qumësht. Sa mrekulli kemi këtu? 2, 3, 2. Pra edhe janë shnosh, pra kemi duan e pranuar, kemi mishin dhjamin dhe kemi qumshtin. Kur u ktheva në darkë thot në shtëpi tek halla, tek tezja ime, më tha: o bir, ja pra kështu kulloten delet. I thash: o i teze, pasha Zotin nuk i kam kullot si që menon ti. Por po të tregoj se çfarë ka ndodhur. Dhe ja tregova tezës time, thot, çfarë ka ndodhur. I thash kështu. Tezja thot, i tregoj nonës time dhe të dyja than: merr dhe na çon tek ai. I mora thot edhe nonën, edhe tezën dhe i çova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
pranuan Islamin, i dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa ma safahahun. Pejgamberi alayhis salam nuk ju dha dorën, pra se burrat zakonisht kur i jepshin besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja jepshin dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk u dha atyre dorën. Fa hadha ma kana min islami Abi Qirsafata wa hijratihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ngjarje pastaj u bë shkak që Abu Qirsafata të emigroi në Medinë. 105. Historia e njohur e Ma'bedit. Hisham ibn Hubeish ibn Khuwailid radiyallahu ta'ala anhu, ka qenë prej sahabëve, tregon: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur doli nga Mekka si emigrant drejt Medinës, shoqërohej nga Abu Bekri radiyallahu ta'ala anhu, nga shërbetori i Abu Bekrit Amir ibn Fuhejra dhe personi i cili ju tregonte atyre rrugën, Abdullah ibn Urejqid. Gjatë rrugtimit të tyre nga Mekka në Medinë, kaluan tek çadrat e Ma'bed el-Khuzaiya. Beduinët edhe sot e kësaj dite funksionojnë me çadra. Domethënë ngrehin çadrat, i kullosin delet ose devet aty ku ka mas shiut, ku ka pak kullot, dhe pastaj lëvizin çdo muaj ose çdo 2 muaj ose çdo 3 muaj. Pejgamberi sa në rrugën e tij për në Medinë ka kaluar tek çadrat e Ma'bedit, pra kësaj gruas, Ma'bed, nëna e Ma'bedit. Thot ishte një grua plak, e fuqishme, e fortë, me kocka të dukshme, pra i dukshin kockat, me lëkurë të rrudhur. Dhe rrinte, thot, në fund të çadrës. Dhe kush kalonte aty drejti, i jepte kjo Ma'bedi ushqim me pagesë. Pra shfrytëzonte, si më thonë, çadrat i kishin afër rrugës, edhe njerëzit her mas here ndaloheshin aty, ushqeshin dhe paguanin. Kërkoi Abu Bekri prej saj që t'i jepte diçka me ngrënë, ose mish ose diçka. Tha, nuk kemi asgjë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, pa një dele në fund të çadrës dhe e pyeti këtë gruan duke i thënë: Ma hadhi shatu ya Ma'bed. Po jo deli atje, o nëna e Ma'bedit. Ajo u përgjigj: Shatun khallafaha al-juhdu min al-ghanam. Delja më e lodhur e gjithë deleve që kemi. Pra, aq e lodhur ishte kjo delja sa që nuk e kishin nxjerrë as për kullot, pa ja jepnin ushqimin aty. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: Hel biha min laban? A ka qumësht? Qalet hiya ajhadu min dhalik. Tha, është më e lodhur se sa me pas qumësht. Si më thonë, me zor po merr frym, jo të ketë dhe qumësht. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: Ata adhanina li an ahlibaha, am jep leje që ta mjel? Ajo e habitur tha: Bi abi anta wa ummi, in ra'aita biha haliban fahlubha. Ato bofsha kurban, i ka thonë. E për ty bofsha kurban çfarë kam? Po pe qumësht tek ajo mile, nuk ka problem. Pejgamberi alayhis salatu wassalam bëri dua dhe fërkoi me duart e tij gjithë e asaj deles. E përmendi Allahun dhe u lut për të, dhe ju mbushën asaj gjithë gati sa nuk po i plasnin. Pejgamberi alayhis salam i tha Ma'bedit: më sill një enë, një kovë. Dhe e moli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pothuajse e mbushi plot,
dhe shkuma u bë si kupol mbi qumshtin. Pastaj i tha asaj, piti, dhe piu plaka e para. Pastaj u tha shokëve të tij, pini ju. Dhe pin shokët e tij. Pastaj e moli thot për herë të dytë. Pastaj dhe piu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja la asaj kovën plot me qumësht për familjarët. Pak më vonë vjen në shtëpi Ebu Ma'bed. Kjo si quhet kjo? Ummu Ma'bed. Erdhi më vonë Ebu Ma'bed. Dhe kishte me vete para vetes tij dele edhe dhi. Edhe vinin të gjitha duke kërcyer, po të dobta dhe të mbaruara. Kur erdhi në shtëpi dhe pa një kovë të mbushur me qumësht, u çudit dhe i tha: "Min ayna laki hadha ya Ma'badin? Wash-sha'u 'azibun ha'ilun wala haluba fil bayt." O me Ma'bed i tha, po ky qumshti nga na erdhi? Se ne s'kemi as dele që ka qumësht, e kjo që kemi në shtëpi është e mbaruar, pra me kuptimin e dobët s'ka. Tha e shoqe pra Ummu Ma'bed, la wallahi. Jo, pasha Zotin, pa mos mendo se e kam vjedh. Sa i tha, nga erdhi ky qumësht në shtëpi? Ne s'kina as dele as gjë. Edhe kjo që kemi në shtëpi është turan tokë. I tha, jo, tha pasha Zotin, jo me kuptimin se kam vjedh, se kam marrë kun. Illa annahu marra bina rajulun mubarakun min halihi kadha wa kadha. Kaloi këtu drejti një burr i bekum, një njeri i bekum, dhe ndodhi kështu, dhe i tregoi historinë të shoqit. Qala sifihi li ya Ma'bad. Thot a jam men, si më thon ato, a ditë më cilësosh, jam men tiparet, virtytet? Thot dhe fillova t'i tregoj. I thash ishte i mesëm, sikur fytyra i bonte dritë. Thot shumë i edukuar dhe i sjellshëm. Dhe fillova thot i përmend ca gjëra të tjera, Ummu Ma'bedi, të shoqit. Ebu Ma'bedi tha: "Hadha wallahi sahibu Qurayshin, alladhi dhukira lana min amrihi ma dhukir, wa laqad hamamtu an usahibahu wa la af'alanna in wajadtu ila dhalika sabila." Pasha Zotin, ky është ai shoku i Qurayshit dhe për cilin ata flasin. E përderisa është kjo që theti, unë kam vendos se do t'jem shok i tij. Dhe sa më shpejt që të m'jepet mundësia, do t'jem ndër pasuesit e tij. Dhe ka ardhur pastaj më vonë ky në Medinë, Abu Ma'bed, dhe ka pranuar Islamin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 106. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tregon: erdhi koha e namazit dhe nuk kishim, thot, ujë me marr abdes. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi me një guri, si më thon tas, po tas guri. Në të kishte pak ujë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e futi dorën e tij në këtë tas, thot, dhe u mbush tasi, ose ku gjë si çfarë mund të ketë qenë kjo pra ena, u mbush thot me ujë, morën të gjithë burrat abdes. E pyeti transmetuesi Enesin: "Kem kanu?" Sa veta ishin? Tha: "Themanuna rajulan wa ziyada." 80 e sa burra kanë morë abdes. 107. Qatada radhiyallahu ta'ala anhu tregon: ishim në një udhëtim me të dërguarin e Allahut sallallahu
alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Innakum in la tudriku al-ma'a ghadan ta'tashu." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Nëse nuk do të gjejmë ujë deri nesër, do të na zejë një etje e madhe." Pastaj më vonë tha: "Innakum tasiruna ashiyatakum wa laylatakum wa ta'tuna al-ma'a insha Allah ghadan." Pastaj tha: "Do të ecni një ditë e një natë, pastaj do të arrini tek uji." Kjo sikur i bëri njerëzit të kërkojnë ujë, sikur i zunë jetja, njoftimi se s'do të gjejnë ujë për një ditë natë, fillon njerëzit tani të shohin ku e kanë ujin. Ndërsa unë thot u afrova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në udhtim u mbështet tek unë. U bëra thot si mbështetje e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në deve dhe Ebu Katadi në deve tjetër. I është afruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zonë gjumi dhe Ebu Katadia është si më thon ju ka mbështet pejgamberit alayhi salam që mos të rrëzohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot, masi ecën për një kohë gjatë u zgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alayhi salam: "Mudh kam kana mesiru." Sa kohë ka kështu? Pra sa kohë ka që ti po man mu, mos të rrëzohem. I thasha pejgamberi Zotit, u bë kohë e gjatë, qysh kur ka ngrys, qysh kur filloi nata. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Hafidhaka Allahu kama hafidhta rasulahu." Të ruajt Zoti ty siç ruajt ti të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ju drejtua karvanit. Lo arrasna, të kishim ndalu të qetësoheshim. Thot, ndaluan të gjithë në për pemë. Shkon gjithë në për pemë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më tha: "Shih kush mund të na shohi", pra me kuptimin që zgjohemi për sabah. Dhe u bën afërsisht 7 veta që do të na ruanin për sabahun. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Kujdes me namazin." U zgjuam të gjithë thot prej nxehtit të diellit, pra asnjë s'u çu për sabah, gjithë në gjumë, gjithë karvani. I pari që u zgjua thot ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur u çua pyeti: "A keni ndo pak ujë?" I tham: "Po, kemi pak ujë në një calik ose në një enë." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Silleni", thot, dhe ja solla unë vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, tha: "Merrni atë tani dhe merrni abdes të gjithë." Thot, morën abdes të gjithë, pra gjithë karvani mori abdes, thot dhe mbeti aty prap ujë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Izdahir biha ya Aba Qatada fa innahu sayakunu laha naba." Tha Abu Qatada, ruje tani këtë calikun, ruje, se do të kemi habere prej saj. E thirrë ezanin Bilali. I falën 2 rekat sunet sabahut, pastaj falën sabahun dhe pastaj thot ipi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ipëm gjithë. Dhe flitshim ne me njëri tjetrin. Farratna fi salatina. Si më thonë, neglizhum namazin ton.
I dërguar Allahu sa më tha, çfarë po flisni me njëri tjetrin? Nëse po flisni ma të kulun, çfarë po thoni me njëri tjetrin? In kana amru dunyakum fa sha'nukum wa in kana amru dinikum fa ilayya. Nëse po flisni për punë të kësaj bote, vazhdoni. Nëse po flisni për punë feje, ma lini mua. Tano pejgamberi i Zotit po thojshim që neglizhuam për namazin tonë, si ka mos i gjithë asnjëri mos me i dalë gjumi. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: La tafrita fi an-nawm, inma at-tafritu fi al-yaqadha, fa idha kana dhalika fa salluha. Nuk ka neglizhencë në gjumë, nuk qortohet njeriu për gjumin. Neglizhenca ose qortimi vjen kur njeriu është zgjut. E nëse ndodh ndonjë gjë e tillë, faleni kur të zgjoheni. Faluni kur të zgjoheni. Pra në momentin që çohesh, puna e parë që duhet bësh është falja e namazit. Ktu kemi disa gjëra interesante. Thirrja e ezanit jashtë kohës, pra e kanë thirrë ezanin mas lindjes diellit për një kohë gjatë. Tani llogarit që me të zgjuar nxehtësia e diellit, do thotë që ka kaluar mas lindjes diellit një kohë gjatë. E dyta e kanë fal sunetet, sunet sabahut nuk lihet, e treta kanë fal farzin. E katërta mrekullia që ne tham prashtimi i ujit. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam pas kësaj tha: me qetësi, in la tudrikul ma'a gadan ta'atashu, se deri nesër s'keni për të gjetur ujë, e do të keni etje. Të nesërmen njerëzit në kohën e sabahut i thoshin njëri tjetrit, i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Omeri nuk kanë ujë. Si bëhet, pra njerëzit fillon të flisnin me njëri tjetrin për punën e ujit. Pastaj thanë, presim, çfarë do të na thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: O njerëz, nuk do të arrijë askush tek uji përpara se të shkojmë ne. Pra mos u bëni merak se ke uji do të shkojmë. Ndisni Ebu Bekrin dhe Omerin se do të uzoheni. Pra bëni çfarë bën Ebu Bekri dhe Omeri se do të uzoheni. Thot, qalaha thalathan, 3 herë. Pastaj, kur erdhi koha e drekës, i thash, kush po flet? Transmetuesi. Cili është transmetuesi? Ebu Katadi. O i dërguar Allahut, po na myt etja, e devet s'po ecin dot. Po vdesim gjithë. Pejgamberi sa ose më tha, la halaka aleikum, jo më ja, tha, nuk keni për të vdek. Pra derisa jam unë gjallë këtu ja. Pastaj tha, Ebu Katade, ma sill calikun e ujit. Ja solla. Tha, ma zgjidh grykën. Tha, ja zgjidha. Pastaj thot, e hapi dhe filloi të mushte njerëzve të gjithë karvanit enët e tyre. Dhe thoshte, mushini mirë se kemi rrugë për të bërë. Pinin, i mbushën, morën me vete, në fund fare më tha mua. Kujt? Ebu Katades. Ishreb ja Ebu Katade, pi. Thash, ishreb ente ja Rasulallah. Thash, pi ti o pejgamberi i Zotit. A i tha, sallallahu alaihi wasallam, inna saqi al-qawmi akhiruhum. A i që jep me pi njerëzve, a i, do të thonë, shërbëtori pi një funit. Pra përderisa unë po ju shërbej, unë do të pi i funit. Thot, piva, unë thot, derisa unë ngopa, thot,
piu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa u ngop dhe mbeti caliku me ujë si në fillim. Thot sa keni qenë atë ditë? Thot 300. Kemi qenë 300 veta. Tu kemi sa mrekulli kemi në këtë hadith. Kemi disa mrekulli, jo vetëm një, por ne po i quajmë një. Kemi njoftimin e tij, kemi që caliku do të ketë një haber nesër, kemi mbushjen e calikut me ujë 2 ditë, pra i ditë përpara dhe 1 ditë mrapa. 108. Seleme ibn Akwa radiallahu anhu tregon: dolëm me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një betejë, në një ekspeditë luftarake. Thot, në mbyti etja, kanë qenë shkretir, derisa disa prej nesh menduan të therin devet për të pirë nga uji që është në stomakun e deves. Aq keq ishte puna. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: mblidhni çfarë keni prej ushqimit të mbetur dhe prej ujit të mbetur. I sollëm të gjitha, pra çka kishte mbet ndaj diçka, e sollëm tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i mblodhi dhe tha: ushqehuni. Thot, ëngrëm gjithë. Jo vetëm që ëngrëm, thot, po fillum të marrim nga ushqimi i mbuluar, se e mblodhi ushqimin, e mbuloi dhe tha hani tani. Çfarë bëshin këto? Vinin hajshin pa e hap. Masi u ngopën gjithë, fillun të mbushin caliqet, ato çantat e tyre, ose çanta nuk janë çanta, po torbat, fillun të mbushnin njerëzit torbat e tyre. Pastaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: a kemi ujë për abdes? Thot, erdhi një burr, thot, që kishte një enë në të cilën kishte, thot, shumë pak ujë. Thot, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vuri dorën e tij në të dhe tha: merrni abdes. Dhe vishin njerëzit nga 10 dhe merrshin abdes aty, domethënë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa morën të gjithë abdes plotësisht. Thot, sa keni qenë, sa ishit? Thot, 14 wa 100, 114, pra 114 veta. Imam Nawawi për e komenton këtë hadith, thot, tu kemi, thot, 2 mrekulli, mrekullia e shtimit të ushqimit dhe mrekullia e ujit. Ta mbyllim me një, ta mbyllim me këtë të fundit. Xhabir ibn Abdullah, që i bjerë tjetë 109. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon, thot, kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe hyni koha e ikindis. Nuk kishim ujë, vetëm se pak që kishte njëri prej nesh. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e futi dorën e tij tek ena me pak ujë dhe më tha, kujt? Xhabirit: hayya ala ahli al-wudu'i al-barakatu min Allah. Thirri ata që do të marrin abdes, se kemi bekim nga Allahu. Thot Xhabir ibn Abdullah: falaqad ra'aytu al-ma'a yatafajjaru min bayni asabi'ihi fatawadda'a an-nas wa sharibu faja'altu la alu ma ja'altu fi batni minhu fa'alimtu annahu baraka. Kam parë ujin që shpërthente mes gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit morën abdes të gjithë, pinë të gjithë, dhe unë piva, thot, aq shumë sa që mu fry barku, po së ndjej një dhimbje dhe e kuptova se ishte bekim i bekuar nga Allahu xhalla xhelaluhu. E pyetën Xhabirin: kem kuntum yawma idhin, sa keni qenë atë ditë?
Kale gjoje 1400 1400 1400 sahabe kanë pi, kanë marrë abdes nga shpërthimi i ujit mes gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është 109, apo jo? Ta mbyllim me 110, ta bëjmë numrin fiks. Xhabir radiallahu ta'ala në tregon, kur kemi qenë në Hudejbije, ngjarje tjetër, mbaroi uji që kishim me vete dhe njerëzit fillun të përshpërisnin me njëri tjetrin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma lakum, çfarë keni?" I thanë i dërguari Allahut: "Lejse indana ma natawaddau bihi wala nashrab illa ma fi rakwatik." O i dërguari Allahut, s'kemi ujë as për abdes as me pi, përveç sa asaj që ti ke te caliku jot, te kjo jotja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, e vuri dorën e tij në të dhe kam parë Xhabiri thot që shpërtheu uji mes gishtave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikur të ishte krua, si kroj të vegjël, si burime uji mes gishtave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tregon Xhabiri dhe thot: "Fashribna wa tawadda'na." Morëm abdes gjithë dhe pim të gjithë. E kanë pyetur Xhabirin: "Kem kuntum yawma idhin?" Në këtë ngjarje sa veta ishit? Tha: "Kemi qenë 15 Thot kemi qenë 115, po një metodë tjetër e leximi është 1500. Se varet se si e ka thënë, po thot Xhabir radiallahu ta'ala anhu, "Law kunna 100,000 lakafana." Ma atë që kom pa unë thot me sytë e mi, jo 1500. Thot, po sikur të ishim thot 100,000 do të mjaftonte, kur ka pa ujin si shpërthente mes gishtave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë le ta mbyllim me këtë inshallah taala, lut Zotin që të na falet, na mëshirojë, e të na ngjalli me pejgamberin alayhis salatu wasalam, e të pim nga uji i Kautherit, nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.